Shumë pak e dinë. Mbretëresha Elisabeth II kishte një lidhje me Pogradecin. Mbretëresha Elisabeth II ishte një fanse e peshkut Koran, peshk i cili gjendet vetëm në liçenin e Ohrit dhe në Rusi. Ish-kamarieri i turizmit Josif Laçka ka rrëfyer se kjo histori ka qenë e vërtet dhe se vetë monarkja sillte avionin e saj privat për të marrë peshk në liçenin e Ohrit. Peshku Koran është shumë i veçantë, por sigurisht avioni nuk mund të vinte në Shqipëri për shkak të regjimit komunist. Mbretëresha dërgonte avionin e saj personal për të marrë peshk në liçenin e Ohrit, ka rrëfyer ish-kamarieri i turizmit. Ne atëherë kishim në meny tavën me qep dhe tavën me ara dhe marinat. I është gatuar edhe menyja e Koranit të Pogradesit dhe ajo e Maqedonisë së Veriut, dhe se mbretëresha Elisabeth II ka preferuar më shumë atë të Shqipërisë. Ka qenë detaj që ka rrëfyer Laçka për monarken më jetëgjatë në fron, Elisabeth II, e cila ndërroi jetë.